Fokusi përbashkët mbetet fuqizimi i kapaciteteve të AMS. Po ashtu, buzëliqeni të Ujmanit, kemi krijuar infrastrukturën për njësinë e kërkim shpëtimit të Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave. Qëllimi ynë është të ndikojmë në vetëdijsim dhe ndërgjegjësim, që të jemi afër qytetarëve. Me sfidat që çdo vit po sjell ngrohja globale, fokusi përbashkët mbetet fuqizimi i kapaciteteve të AMS për menaxhim të suksesshëm të çdo situate. Në këtë drejtim, ritheksoj gatishmërinë tonë të plotë për mbështetje në çdo kohë dhe në çdo formë. Vlerësoj shumë aktivitetet e kësaj jave që kanë në fokus komunikimin me qytetarë, sepse ata mbeten komponenta kyçe që ju të ballafaqoni me sa më pak rreziqe të shkaktuara nga faktori njeri, veçanërisht tani kur hym në periudhën e temperaturave të larta dhe zjarret mbesin sfidë reale dhe përditshme. Si qeveri dhe si Ministri i Punëve të Brendshme, tash ushtrues detyre, jam angazhuar në reformimin e thellë dhe në fuqizimin e mëtejnë të saj. Me shtetet aleate të Republikës Kosovës kemi nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim të ndërsjellë në menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe në sajtësa të kësaj marrëveshje, një delegacion i prirë nga drejtori Netaj ishte pjesë e trajnimit të përbashkët me forcat e Republikës së Shqipërisë për reagim në raste të vërshimeve. Në anën tjetër, muajin e kaluar, 51 pjesëtarë të zjarrfikjes dhe shpëtimit janë bashkuar agjencisë si vlerë dhe mbështetje e shtuar e ekipeve aktuale që shërbejnë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, buzëliqeni të Ujmanit, kemi krijuar infrastrukturën për njësinë e kërkim shpëtimit të Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave. Ne po e fillojmë javën e AMS me një numër të madh të aktiviteteve, të cilat do të prekin një masë të madhe të qytetarëve në të gjithë vendin. Qëllimi ynë është të ndikojmë në vetëdijsim dhe ndërgjegjësim, që të jemi afër qytetarëve, të promovojmë rolin dhe rëndësinë e agjencisë, të njësive profesionale zjarrfikjes dhe shpëtimit, të qendrave operative emergjente 112, strukturave të mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës, si dhe masat që duhet të ndërmerren në rast të fatkeqësive, e veçanërisht të fokusohemi në parandalimin e tyre.